Këtu është horoskopi i hënë 27 tetor 2025. Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin Horoskopi i Fationit. Dashi. Brenda pak ditësh mund të filloni projekte të rëndësishme, fitore në dashuri. Zgjidhje gjatë rrugës. Demi. Ditë që përfundon me stil. Këtu vjen një propozim për argëtim, një periudhë pjellore për çiftet që mund dhe duan të kenë një fëmijë, provimet e preferuara. Binjaket. Sot do të ishte e përshtatshme të zgjidhen disa çështje burokratike. Disa shpenzime të tepërta. Gaforja. Lodhje e lehtë që mund ta kapërceni. Çështjet praktike duhet të rregullohen menjëherë. Bëhuni të zënë në dashuri. Luani. Jeni në rikuperim, por nëse ditët e fundit ka pasur probleme pune apo personale, duhet të jeni të kujdesshëm, vazhdoni me provokimet e periudhës, ju lutem. Virgjeresha. Sot është një kohë shumë e mirë për ata që janë të vetëpunësuar dhe presin disa të ardhura më shumë. Një ditë që premton anët pozitive të dashurisë. Peshorja. Sot duhet të përballeni kokë më kokë me një njeri, nëse ndani një punë me një familjar apo partner do të duhet të ngrini zërin. Duhet të gjesh stabilitetin e brendshëm. Akrepi. Ditë interesante për ata që kanë mundësinë të punojnë në një afat të caktuar, ose dëshirojnë të hapin një biznes me një partner. Mos mbani inat, as drejt dashurisë tuaj. Përgjigje të kënaqshme që vijnë edhe duke marrë parasysh faktin se dita është në anën tuaj. Shigjetari. Mos e nënvlerësoni një kërkesë për dashuri, për ata që tashmë kanë një histori. Ju duhet t'i jepni një ndjenjë dashurie një personi të moshuar ose të paktën një të afërmit që kërkon praninë tuaj. Bricjapi. Ditë interesante që është përshtatur në një situatë të mirë planifikimi. Një zgjim i papritur i jetës dashurore të disave mund të shënohet edhe nga një telefonat e papritur. Ujori. Ju jeni më të fortë dhe më të suksesshëm në dashuri, nga pikpamja profesionale, është më mirë të lidhni një marrëveshje ose kontratë brenda 2 javësh. Nëse diçka nuk është në rregull, flisni sot. Peshqit. Sot do të ndiheni nervoz, pa përfundim. Nëse jeni duke kërkuar punë, duhet të lëvizni disa kilometra, jo gjithçka është e arritshme. Rënje e lehtë fizike në mbrëmje. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Ditën e mirë.